Bashkia e Vlorës ka organizuar një sër aktivitetesh këtë 15 tetor me rastin e çlirimit të qytetit. Aktivitete këto me përfshirjen e çdo moshe, të cilat i kanë sjellë gjallëri qytetit dhe mbi të gjitha kanë përkujtuar denjësisht këtë ditë të shenjtë, të shenjuar në historinë e Vlorës. Pjesë e aktiviteteve nuk mund të mungonin as ato sportive, si një fest sportive simbolik për jetën. Crossfest Vlora Vrapon, një aktivitet sportiv ky me përfshirjen e nxënësve të shkollave nëntëvjeçare, mbi 400 nxënës të shkollave të qytetit, të cilët morën pjesë, duke garuar në 2 kategori të ndryshme, një për djem dhe tjetra për vajza, në garën që ka zgjatur rreth 1000 metra nga zona e Skelës deri në afërsitë e teatrit të Vlorës. Për drejtuesen e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, Elona Hasanaj, aktiviteti organizuar me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të qytetit është bërë i mundur fal bashkëpunimit të disa institucioneve. Qëllimi i tij, sipas Hasanajt, është të shpërndajmë tek të gjithë fëmijët, të rinjt, por edhe familje vlonjate, se sporti është tepër i rëndësishëm në zhvillimin e të rinjve, duke i mbajtur këta të fundit larg veseve dhe duke i ofruar shëndet të mirë. Organizohet sot një cross masiv i klasave nëntëvjeçare, një bashkëpunim i Bashkisë së Vlorës me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, me Shumë Sportçin, me ZVA-n, me Pallatin e Kulturës. Ishte një cross që e pa dhe vetë me një pjesëmarrje shumë të madhe. Sporti është ajo që i mban fëmijët larg rrjeteve sociale, larg rrugës, i bën me një mendje të shëndetshme, me një trup të shëndetshëm. Pse jo, ky të ishte një mesazh për të gjithë fëmijët, për të gjitha familjet vlonjate. Rimi Kamberaj, instruktor sportiv në klubin Shumë Sportësh Flamurtari, thotë se të rinjt duhet të merren masivisht me sport. Sipas Kamberajt, numri i atyre që merren me sport është tepër i ulët në krahasim me çfarë duhet të jetë. Kamberaj i cilëson aktivitetet të tilla si tepër të rëndësishme, duke i bërë të rinjt, fëmijët, nxënësit e shkollave të dinë rëndësinë e sportit. Sipas tij, duhet një mbështetje më e madhe për disiplina të ndryshme sportive, duke mos u fokusuar në vetëm 3 të tilla, në mënyrë që çdo fëmijë apo i ri që ka prirje dhe pasione të tjera të mund të përfshihet në to. Një perceptim imi, jo, nuk janë mjaftueshëm, pasi sistemi në përgjithësi nuk është se po e vlerëson aq realisht benefitin e sportit në shoqëri, në formimin e një shoqërie, domethënë edhe në benefitet që ka sporti në vetvete. Nuk ja din plotësisht vlerat, janë të pavetëdijshëm për benefitet që sporti realisht ka në mirëqenien e tyre, në energjinë që ata kanë, në shëndetin e tyre mendor dhe fizik. Janë të pa informuar dhe të pavetëdijshëm realisht. Po sporti sjell një rritje më të madhe se rritja që do të kishim nëse nuk do merresh me sport, sjell një shëndet mendor shumë më të mirë, pasi lufton rrënjësisht dobësitë që ne kemi, edhe rrit te ne atë njeriu punëtor, njeriu e fortë, njeriu e papërtuar. Unë jam edhe një instruktor sportiv në klubin e nderuar Flamurtari, ku trajnoj rreth arteve marciale taekwondo, edhe do të këshilloja nëse dikush i rëndësishëm po e dëgjon këtë intervistë të themi, që t'i drejtojnë nëse duan të masivizojnë vërtet sportin, mos të drejtojnë reflektorët vetëm në 2-3 sporte që janë quajtur elitare në kohën e komunizmit dhe po quhen akoma elitare, pasi njerëzit janë të larmishëm edhe duhet t'u ofrohen më shumë sporte ku të marrin pjesë dhe të gjejnë veten. Ky aktivitet është realizuar fal bashkëpunimit të Zyrës Arsimore Vlori Mar, klubit Shumë Sportësh Flamurtari, Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Qendrës Kulturore Vlorë, me mbështetjen dhe kontributin e veçantë të Bashkisë së Vlorës.